Arbana, në rast se do flasim, Arbana më falë. Në rast se do flasim për komunitet, për gjëshpirë sportiv, tu ka qenë një shkelje fragante gjithave. Mua Bujari më ka hyrë ku unë isha duke e hapur, e kisha zgjidhur tash litarin, dhe më ka tërhequr me fort, dhe më ka dëmtuar fizikisht duke më marrë e duke më blokuar aty ku isha. Jo vetëm mua, po dhe Sarë në fund fare. Okej, e ka fitu Bujari, bravo i qoftë, se kjo është loja dhe këto ishë lojat e garës. Po nga ana e ndershmërisë sportive, është një person totalisht negativ dhe pa komentueshëm, ka që thjesht. Sidomos që ka dëmtuar fizikisht me ndërgjegje të plot 2 vajza, ka që thjesht. Tani ta gëzoft çmimin. Më vjen keq nëse jeni lënduar gjatë lojës dhe më vjen keq nëse... Arbana, nuk kemi lënduar gjatë lojës, na ka lënduar një bashkë fermer, ka që thjesht. Mbi të gjitha këtë pjesë në fundit me rrota nuk e bonim, ti është kaloj mes për mes. Ti e një loj, ti më shty me një loj që shtu aji. Edhe po ju thoja, po më vrisni, dhe ka dola në ana tjetër. Je një loj si aji, se je bashkëpunues, turp. Se unë do da, vlaj. S'ka që se kam unë. Ju lutem, vendosini mikrofonat, se nuk ju dëgjojmë dot nëse... Po qartë vendosur mikrofonat, Arbana? Henry ka qenë bashkëpunues, dhe jo vetëm në heshtje, po edhe me vepra, sepse kur luhet, ne luajmë aq shumë fair, sa dhe me njëri tjetrin të saktojmë, edhe i bëjmë gjëra që lojra të jetë sa më... Ti bojkotove, ti më shtyve me bashkë me Bujarin. Arbana nuk mund të dëmtohet për një loj, kushdo qoftë jetë çmimi, kolegët e tu dhe bashkë jetuesit e tu. Kjo është gjë shumë e turpshme dhe tregon shumë për sa i përket aftësitë në loj dhe respekti kundrejt femrës. Ka që thjesht. Tani, ta shijoj çmimin Arbana se unë jam shumë... Do ma sirësh një tampon o Enri aty shko ke banja ma merë një. Semra jemi live, që më S'kam fjallë. Jemi live, jemi shumë mirë. Henri janë aty të banja, gocave. Te qesja. Qënë Kabe që Të ka fazi, mos kisha qenë unë ishë të rrumu. Okej. Atëherë, sfida ka qenë goxha e ashpër, po shohim disa nga momentet kur fermerët në sfidë janë edhe ndeshur me njëri tjetrin, ju thash që do t'ishte vështirë, dhe po ju a them që do të bëhen gjithmonë e më të vështira sfidat në vazhdim, sepse është një nga elementet më të rëndësishëm të fermës, sfida. Sfida, puna me kafshët, puna me serat, ju a them vazhdimisht, është shumë e rëndësishme. Por edhe fair play gjithashtu. Atëherë, fitues